Autoritetet spanjolle kanë ndaluar anijen Arconian me flamur të ishujve Komoro gjatë një operacioni të gjerë ndërkombëtar kundër trafikut të drogës, duke sekuestruar një ngarkesë të vlerësuar në mbi 812 milion euro. Operacioni është kryer nga forcat e Guardia Civil në bashkëpunim me autoritetet amerikane dhe hollandeze. Sipas burimeve hetimore, sasia e drogës e sekuestruar tejkalon rekorde të mëparshme në Evropë. 30 ton, duke u renditur ndër operacionet më të mëdha të këtij lloji. Hetuesit dyshojnë se kokaina e ndarë në 1200 pako do të transferohej në det përmes anijeve me shpejtësi të lartë dhe më pas do të transportohej drejt Spanjës kontinentale. Gjatë ndërhyrjes janë gjetur edhe armë zjarri dhe municione në bord. Në anije ndodheshin 17 antarë ekuipazhi nga Filipinet, ndërsa 6 persona të tjerë që ishin fshehur në bord rezultuan nga Holanda dhe Surinami. Autoritetet kanë urdhëruar që i gjithë ekuipazhi të mbahet në paraburgim pa liri me kusht, për shkak të rrezikut të arratisjes dhe mundësisë së vazhdimit të veprimtarisë kriminale. Gjykata ka theksuar se hetimet po vazhdojnë për të zbardhur plotësisht rrjetin e trafikut dhe përfshirjen e mundshme të organizatave ndërkombëtare kriminale.